Hoxha, ku i gjeta të më të pak zote, qa du bo? A di çfarë është kjo, Abib? Kjo është mëti, i thonë në gjuhën popullore, ndërsa në gjuhën kështu më shkencore, s'u e di, domethënë, i thonë nuk e di, po mëti i themi ne. Tani puna e këtij çfarë është? Ktu futet kosi, edhe rrihet fort, edhe del gjalpi, e hap pastaj këtë, e nxjerr këtë jashtë, edhe mbledh gjalpin me dorë, edhe fut tek ena, edhe është gati. Po kjo faktikisht Abib ka një simbolik shumë interesante, që mendimet e vyera, pjekuria dhe urtësia vjen mbasi të rihen shumë mendimet. Dhe në jetën bashkëtorë, njeriu duhet që mos të marrë vendimet më njëhershme, se nuk nxjerr dot gjalp, por do të arraj shumë, edhe kur merr vendimin për martesë, nëse do të martohesh me një gocë, ose ka kërku dorë në i çun, ose në përgjithësi kur ka probleme në jetën bashkëtorë, rrihe që dash me një përfundim, tamam si gjalpi mbasi rrihet në mëti.